Kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Vullnet Sinaj, ka zhvilluar një takim me një grup banorësh me origjinë nga Matogjini dhe Bashaj, që jetojnë në Vlorë. Ky bashkëbisedim u zhvillua në vijim të takimeve që kandidati po mban në zona të ndryshme të qarkut, me qëllim afrimin me qytetarët dhe njohjen e drejtpërdrejtë me shqetësimet e tyre. Në fjalën e tij, Sinaj theksoi rëndësinë e kontributit që ka dhënë Partia Socialiste në drejtimin e vendit dhe angazhimin e tij personal në shërbim të komunitetit. Më lidh vetëm politika me zonën, po më lidhin shumë gjëra. Më lidh karakteri im në radh parë që jam me origjinë nga ndoshta nga Smokëtina ajo, po përballë me ju jam nip. Fisnikria jote ishte e tillë që rruga e lumit të Vlorës bëhej dhe ju gëzonit, pavarësisht se kapte gjysmën e rrugës tuaj, nuk u kapte të gjithë. Po e treguat fisnikrin tuaj, e votuat Partinë Socialiste kaq që të themi ka bërë Edi Rama dhe Partia Socialiste, do të thotë të mendosh jo ato që nuk janë bërë, po të mendosh në rast se nuk do ishte Edi Rama kryeministri i Shqipërisë dhe në rast se Partia Socialiste nuk do ishte në pushtet, a do ishte bërë ndonjëherë për këtë vend kaq sa është bërë. Kjo është fjala ime që ne ndonjëherë numërojmë ato që nuk janë bërë. Por duhet të mendojmë që në rast se nuk do ishte kryeministri Edi Rama, a do ishte bërë Vlora kështu siç është bërë? A do ishte shndruar Shqipëria kështu siç është shndruar? Kështu që duhet ta mendojmë mirë sepse nuk kanë qenë të gjitha gjërat gati. Dhe një njeri që e meriton respektin e labërisë dhe respektin e Shqipërisë. Është kryeministri i këtij vendi që ditit ja ngri kokën shqiptarëve në Greqi, emigrantëve, vëllezërve tanë, motrave tona. Në tha, kam ardhur të takoj të barabartët me të zotë e shtëpisë. Nuk do kem shumë nevojë për të deputeti erdhi në zonë, po do themi që deputeti erdhi zgjidhi një punë në zonë. Nëse e kam merituar që të jem deputet për mandatin e tretë, puni pjesë e shtabit tim edhe çojeni zërin tuaj tek të gjithë ata që njihni. Gjatë bisedës, të pranishmit i dhanë mbështetje të qartë kandidatit, duke e konsideruar si një zë të fortë në komunitet. Ata theksuan se Sinaj është një nga të paktët përfaqësues që ka qenë realisht pranë tyre, jo vetëm gjatë fushatave, por në çdo kohë. Keni hedhur një hap më përpara se ata. Nëse ata njohën zonën, juve përfituat dhe krijuat stilin tuaj të veçantë që njohët shtëpitë tonë, njohët familjet tonë, njohët hallet tona dhe u bët zë i fuqishëm për problemet tona. 12 deputeta se si lexohet. Të zgjedhim më të mirin. Për zonën tonë është ky më i miri. Flas me atë që është. Sheshi, lapidari, rruga, këto janë merit e Vullnetit edhe e Bashkisë së Lenicës.